Sulmuesi i kombëtares shqiptare të futbollit Rei Manaj vizitoi ekipin e Lushnjës në një përpjekje për t'i dhënë kurajo për rezultate të mira. Fillimisht u takua me trenerin e lushnjarëve Ditmar Bicaj, më pas përshëndeti të gjithë lojtarët, si dhe një takim me kryebashkiaken e Lushnjës. Manaj premtoi premio për ekipin në rast fitore ndaj Kuksit, mirëpo skuadrat u ndan në barazim. Gjithashtu, Manaj ndoqi nga stadiumi atë ndeshje. Na ka ardhi vizitori veçantë, edhe ne jemi krenar për Rein, mbi gjitha, sepse në të gullin e shënuar në Serbi s'ka lënë shqiptar pa gëzu, po sot besoj se ka këmbë në marrë dhe vizita ti në ka dhe premio. Treneri Bicaj foli pas ndeshjes për performancën e skuadrës. Të thush që lojtarët nuk angazhohen, nuk mund ta them dot. Themi që lojtarët nuk po krijojnë, se them dot. Tani problemi këtu është, unë kam thënë më parë, përqendrimi, si në fazën ofensive ashtu edhe defensive. Po tash të shkosh shumë korç, shënosh 3 gola dhe mos marrësh ose pik. Unë më them që është mungesë përqendrimi. Sot pjesën e parë mbi 4 raste të pasura nuk arrim shënojmë. Pjesën e dytë rasti flagrant i ribautës. Normalisht të vjen keq, por unë shoh një ngresh psikologjik edhe nga ana djembe. Ka një detaj interesant që lidhet me praninë e Manajt në kampin e Lushnjës. Aksionet e bashkisë kanë dalë në shitje dhe muaj më parë pati zëra që sulmuesi i kombëtares mund të blejë ekipin në vendlindjes. Megjithatë, asgjë nuk është zyrtare dhe as vetë Manaj nuk e ka deklaruar diçka të tillë. Çuna, sa do bëni sot do fitoni apo